Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin ditën e sotme, për të nisur këtë maraton të gjatë. Sot do takohemi pothuajse çdo orë bashk. Do të flasim për ngjarjet më të fundit, do të flasim për dinamikat më të fundit, por njëherë tani do të flasim për marrëdhënien e dashurisë së Dolces edhe të Edit. Ju jeni dëshmitar të asaj që në fakt çfarë ka ndodhur mbrëm. Dolce mori një lajm nga produksioni. Me patjetër që nuk është një lajm i keq, me patjetër që nuk është ajo që Dolce e imagjinon dhe Dolce e mendon. Ju e dini shumë bukur që Dolce po përgatitet për të udhëtuar në Grande Fratello dhe do të jetë hera e parë që do të ketë një bashkëpunim mes një media shqiptare dhe një media aq të fuqishme siç është media në Itali ku transmetohet dhe ku punohet reality show Grande Fratello, një ndër reality show më të ndjekur në botë. Dolce nuk e dim se si do ta merr sonte këtë lajmin, sepse sonte do t'i komunikohet nga ana e produksionit Dolces se kur do të bëhet udhëtimi. Sonte do ta kuptojmë në fakt se si do të jetë udhëtimi, a do të jetë udhëtimi menjëhershëm apo Dolce do të largohet nga shtëpia për disa orë dhe do të niset drejt Italisë. Këtë do ta kuptojmë natën e sonte, por unë besoj që udhëtimi do të jetë menjëhershëm për ta ruajtur atë sekretin që Dolce nuk duhet ketë komunikim me pjesën të jashtme të shtëpisë së Big Brother VIP Kosova. Edi po e vuan jashtë mase shumë që Dolce duhet të largohet nga shtëpia. Një fjalë që më tërhoqi vëmendjen që Edi e tha në verandë teksa po qëndronte i ulur dhe po e vuante kështu shpirtërisht këtë largimin e Dolces. Edi tha që unë me Dolcen nuk e kam patur shaka. Unë ndjesin kundër asaj vajze e kam me gjithë shpirt. Domethënë Edi dyshon edhe mendon ashtu siç Dolce dyshon dhe mendon në këtë rast që familja e saj kanë diçka kundër marrëdhënies së Edit edhe marrëdhënies së Dolces. Do të thënë kanë një lloj hatërmbetje, një lloj mërzitje shpirtërisht familja e Edit edhe familja e Dolces në këtë rast. Por Dolce nuk e di që do të vi surpriza më e madhe. Unë e di që Edi do ta vuaj pak të pjesën sepse Dolce do të shkojë në një reality show siç është Grande Fratello. Patjetër që do të bëhet xheloz sepse xhelozia në këtë rast ekziston dhe unë e di që Edi do ta përballoj pak me vështirësi këtë pjesën. Do të shohim se si do të jetë për Edin që e dashura e tij, femra që ai e ka në krah, e ka në zemër, do të merr një rrugtim siç është Grande Fratello, ku atje ka personazhe të tjerë, atje mund të ketë emocione të reja, por unë besoj në emocionin e Dolces dhe mendoj që nuk do të tradhtoj rrugtimin e bukur që ndërtoi me Edin. Dua të marr mendimin tuaj.